Nuk kanë fund skandalet që shoqërojnë kompaninë One Albania. Pas ankesave të shumta për dështimin e shërbimit ndaj klientëve dhe problematikave të vazhdueshme, kompania përballet tashmë me një goditje të rëndë. Një operacion i gjerë antidrogë i zhvilluar nga policia e Tiranës ka çuar në arrestimin e 22 personave, të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Mes të arrestuarve spikasin edhe emra të lidhur drejt për drejt me One Albania. Sipas burimeve zyrtare, në pranga kanë rënë Erald Sina, drejtuesi i departamentit të zyrave dhe pasurisë në One Albania, si edhe Artan Pullazi, team leader në këtë kompani. Rasti i Erald Sinës nuk është i panjohur për organet ligjzbatuese. Disa muaj më parë u morën në hetim për fshehjen e një sulmi të ndodhur në ambientet e One Albania. Për këtë ngjarje autoritetet vunën në hetim 8 persona, 7 prej të cilëve ishin punonjës të kompanisë së sigurisë Nazeri 2000 dhe punonjës të sigurisë së brendshme të One Albania, por duket se ai dhe kolegu i tij janë përfshirë edhe në trafik droge. Grupi e shpërndante drogën në disa zona të Tiranës si Blok, Kamës, Laprak, Selit, Tirana e Re, Shkoll, Zalidemi, Xhamllik, Pazari i Ri, Shkolla e Kuqe, Astir, Myslimshyri dhe komuna e Parisit. Lënda narkotike shitej nëpër lokale, tabakino, mjete taksi, si edhe të kamufluara si shpërndarje porosisht të ndryshme. Në kuadër të këtij operacioni, policia sekuestroi 10 kg kanabis dhe 100 doza, rreth 500 gram kokainë, 5 automjete, 28 celular, 6 peshore elektronike dhe 3.000 euro cash. Personat e arrestuar janë Renaldo Dalipi, 32 vjeç, Engelbert Pietri, 33 vjeç, Armandi Hajdini, 43 vjeç, Olsi Mici, 32 vjeç, Fation Çela, 34 vjeç, John Boci, 31 vjeç, Laert Murata, 23 vjeç, Artan Pullazi, 47 vjeç, Erald Sina, 39 vjeç, Bleri Mali, 34 vjeç, Gentian Versani, 39 vjeç, Valerios Bushi, 19 vjeç, Olkid Hajdari, 35 vjeç, Dylber Aliaj, 39 vjeç, Angelos Mema, 23 vjeç, Majdi Musa, 19 vjeç, Jurgen Hekurani, 29 vjeç, Erdison Gjella, 31 vjeç, Abduraman Bollati, 20 vjeç, Klodian Rucaj, 27 vjeç, Indri Nakaj, 22 vjeç dhe Genti Kraja, 20 vjeç.